Dashamirët e librit shfrytzuan edhe sot panairin për të blerë tituj të ri dhe për të pasuruar bibliotekën e tyre. Në ditën e fundit të panairit të librit 2025, përfaqësuesit e disa shtëpive botuese u shprehën pjesërisht të kënaqur me numrin e vizitorëve dhe shitjen e librave. Nga vërejtjet më të theksuara ishte numri i vogël i shtëpive botuese shqiptare dhe sistemimi jo i përshtatshëm i tyre. E para është se këtu vetëm disa shtëpi botuese vijnë, si zakonisht 4 ose 5, edhe pse në konkursin e Ministrisë së Kulturës për votime paraqiten ndoshta 20 votues të cilët janë fiktiv dhe asnjëherë nuk i sheh. Në asnjë mënyrë librat e tyre nuk qarkullojnë as në panaire, as në për vitrinat e librarive dhe ne jemi disi sikur në geto. Edhe ashtu na ka lënë në një cep, edhe pak vizitor. Një shqetësim tjetër i botuesve ishte interesimi për të lexuar në gjuhën angleze kundrejt gjuhës amtare. Еве како и издавачите од македонските издавачи и албанските издавачи имаме проблем што децата веќе читаат многу на англиски и најголемиот проблем ни е да се избориме со англиските книги, односно со англискиот јазик. Ние како помали групи на јазици мислам дека треба да се избориме да ги привикнеме да читаат на нивниот мајчин јазик. Па сега баш тоа се размислуваме што да купиме. Јас се размислував дали да земам англиска книга или некоја љубовна. Страв ми е да не го изгубиме нашиот јазик македонскиот со тоа зборувањето на англиски. Меѓутоа мислам дека е и окей за да се надоградиме, да научиме повеќе нови работи. Më shumë se 65 botues morën pjesë në edicionin e 37 të panairit të librit në Shkup, nga 8 deri më 14 maj. Nga çdo biletë bler, panairi i librit do dhuroj 15 denarë për fshatin e fëmijëve SOS.